Shejtani, armiku i përhershëm i njeriut, përcillet nga Enesi se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka urdhëruar. Shejtani lëviz në trupin e njeriut si gjaku. Ebu Said el-Hudri ka dëgjuar pejgamberin paqja qoftë mbi të duke thënë: Iblisi i ka thënë Zotit: betohem për lartësinë dhe madhështinë tënde se do të përpiqem t'i devijoj njerëzit deri në çastin e fundit. Ndërsa Allahu i është përgjigjur: betohem për lartësinë dhe madhështinë time, se edhe unë do t'i fal sa herë të pendohen. Përcillet nga Abdullah ibn Mesudi se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka urdhëruar: njeriut i afrohet si shejtani ashtu edhe meleku. Shejtani i afrohet për ta orientuar nga e keqja dhe për të mohuar të vërtetën, ndërsa meleku i afrohet për ta orientuar nga e mira dhe për të verifikuar të vërtetën. Kush ta ndjej këtë sugjerimin e melekut, ta di se është nga Allahu dhe le ta falenderojë atë. Dhe ai që ndjen tjetrën, cytjet e shejtanit, le të strehohet tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Shebre ibn Ebu Fakih ka dëgjuar se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: shejtani del në çdo çast përpara njeriut, i del para dhe gjatë rrugës drejt Islamit dhe i thotë: tani ti do të bëhesh musliman dhe do braktisësh fen e babait dhe të etërve të tu, por ai nuk e dëgjon dhe bëhet musliman. Përcillet nga Ebu Hurejra se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka urdhëruar: besimtari i lodh shejtanët e tij një lloj si ai që lodh deven gjatë udhëtimit. A ka ndonjë që nuk e ka dëgjuar dhe nuk e di këtë? Disa e din nga cytjet, disa të tjerë nga ngacmimet dhe largimet nga rruga e drejtë. Disa e kujtojnë atë si shkak të harresës, frikës ose të shqetësimit shpirtëror. Ndonjëherë vetë dinakria na e kujton atë. Her pas here ndonjë kafshë vrazhd mund të bëhet shkak që të na e kujtojë. Në një mënyrë apo në një tjetër, në mendjen dhe në jetën e çdo njeriu ekziston një lloj bot kuptimi ose vetdijeje për shejtanin. Nuk ka njeri që nuk e njeh shejtanin. Kjo nga që ai është një figurë e rëndësishme e shtrirjes jetësore të njeriut, duke filluar qysh nga krijimi i tij në xhenet e deri në ditën e Kiametit. Fati i tij është shkruar së bashku me njeriu. Këtë fat të njeriut së bashku me shejtanin, pejgamberi paqja e Zotit qoftë me të, e ka përshkruar me stilin e tij të veçantë. Njëherë, teksa pejgamberi paqja qoftë mbi të, ishte në itikaf i vetmuar për adhurim gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit, i erdhi për vizitë bashkëshortja e tij, Safia. Pasi e kreu vizitën dhe u bë gati për t'u kthyer, pejgamberi paqja qoftë mbi të mendoi që ta përcillte. Rrugës qelloi që takuan 2 burra prej ensarëve, muslimanët e Medinës. Kur ata pikasën pejgamberin e Zotit, shpejtuan hapin. Aty për aty, pejgamberi paqja qoftë mbi të u tha: "Ndaloni", dhe ju ofrua: "Kjo është gruaja ime, Safia bint Huyej." Të vënë në siklet, ensarët u përgjigjen: "Subhanallah, e si mund të mendojmë diçka të keqe në lidhje me ju?" Si rjedhoi, pejgamberi paqja qoftë mbi të shtoi: "Shejtani lëviz nëpër damarët e njeriut si gjaku." Kështu pra, ai ka lënë të nënkuptohet se njeriu mund të ndikohet nga mendimet e liga dhe cytjet e ndryshme. Ky përngjasim na tregon se shejtani lëviz me dinakëri dhe ngjashëm me gjakun, pa ndërprerje nëpër trupin e njeriut, edhe papritmas ai mund t'i dalë përpara njeriut. Ashtu si gjaku që është pjesë e pandashme e njeriut, po ashtu edhe shejtani ka lidhje të pandashme me njeriu. Në trajt metonimike, pejgamberi i Zotit ka sqaruar se shejtani e ngacmon pa pushim njeriu, që si ta bëj për vetë. Aventura e njeriut me shejtanin, Iblisin, ka nisur që me një ngjarje shumë të lashtë.
Kjo ngjarje dhe reflektimet e mëvonshme të saj janë marrë disa herë në shqyrtim në Kuran. Pasi Zoti i dha formën Ademit, i fryu prej shpirtit të tij dhe i urdhëroi melekët që t'i përkulen në shenjë respekti. Melekët e respektuan këtë urdhër përveç Iblisit që e kundërshtoi. Por pasoi Allahu e ka pyetur: "Pse u solle në kundërshtim me urdhrin tim?" Iblisi është përgjigjur: "Mua më krijove prej zjarri, ndërsa atë nga baltë. Kështu Allahu e ka urdhëruar." Atëre zbrit që andej nga xheneti, ti nuk ke të drejtë të krenohesh në të. Shporru se me të vërtet ti je prej të poshtruarve. Pra, Zoti e largoi Iblisin për shkak të mosbindjes apo arrogancës së tij dhe më pas e mallkoi. Iblisi mbeti pa rrugdalje dhe kështu ju lut Allahun: "Zoti im, më jep pa fat deri ditën kur ata do ringjallën." Njëkohësisht ai ka shprehur edhe smirën dhe zilin që kishte ndaj njeriu. "Do e mos që unë do t'i shpija ata në rrugë të keqe. Do t'i josh me shpresat kota dhe me siguri do t'i urdhëroj që t'u presin veshët baktive. E pastaj do t'i urdhëroj që të ndryshojnë krijimin e Allahut. Ai që merr djallin për mbrojtës në vend të Allahut, ai ka pësuar humbje të qartë." Gjithashtu ai tha: "A e sheh këtë që ti e nderove mbi mua? Nëse ti më jep kohë deri në ditën e Kiametit, unë do t'i shfaros me mashtrim pasardhësit e tij, përveç një pakice prej tyre." Ajetet e mësipërme i shprehin fare shkoqur mendimet dhe dëshirat e shejtanit për njeriu. Siç shihet edhe në përshkrimin e Ebu Said el-Hudriut, urtia e vullnetit hyjnor e ka toleruar këtë kërkesë të Iblisit dhe sikur i ka thënë: "Ç'të kesh në dorë bëje." Dhe si pasojë i është thënë: "Ik, ai që të ndjek ty do të ketë xhehenemin si shpërblim, një shpërblim i plot. Bëj për vete me zërin tënd këtë mundesh. Lësho kundër tyre të gjithë kalorsinë e këmsorinë tënde. Bëj pjesë në pasurinë e fëmijëve tu dhe jepu premtime. Premtimet e djallit janë vetëm mashtrim." Mashtrimi është cilësia kyçe e shejtanit dhe si pasojë e kësaj, Iblisi do përmendet vazhdimisht si shejtan. Që nga vepra e parë e tij, ai u njoh si shejtan, duke u shndruar në simbol për të gjitha të ligët. Fjala shejtan është emërtim për krijesat e padukshme që kanë dalë nga rruga e drejtë, por edhe për të gjithë gjinët, njerëzit dhe kafshët që janë larguar nga e mira dhe e bukura dhe kanë devijuar nga e vërteta. Si rrjedhoi një shejtan me të tilla cilësi, edhe nëse është njeri, brenda ka të fshehur të keqen. Kjo nga se krahas faktit që është njeri, qëllimet e liga dhe të këqija përbëjnë anën e tij të padukshme. Prandaj emrin shejtan duhet ta kuptojmë si emër të një gjinie, ndërsa Iblisi, që është larguar nga mëshira e Allahut, është person konkret me gjitha cilësitë e shejtanit, si dhe më kryesori i gjinëve që janë larguar nga rruga e vërtetë. Islami nëpërmjet haditheve 1. Shejtani, armiku i përhershëm i njeriut. Sipas feve qellore, shejtani konsiderohet një krijesë që ka kundërshtuar urdhrin e Allahut. Si rrjedhojë e këtij kundërshtimi, çdo gjë e keqe është identifikuar me emrin e tij. Për shembull, në traditën hebreje, shejtani, Satanai, është engjëlli që përfaqëson të keqen, që i mashtron, i gënjen, i orienton në rrugë të keqe njerëzit. Në mendimin islam, veprat e mira dhe të bukura u janë veshur melekëve, ndërsa të ligët dhe të shëmtuarat shejtanëve. Meleku është një krijesë që na kujton të mirën, ndërsa shejtani të keqen. Si pasojë është vendosur një baraspesh midis të mirës dhe të keqes. Fakti është se në ekzistencë është vetëm e mira dhe e bukura, ndërsa ekzistenca e shejtanit dhe së keqes shërben për të perceptuar edhe më mirë të mirën dhe të bukurën. Nga ky aspekt,
shejtani ka një vlerë simbolike. Edhe në për ajete dhe hadithe, shejtani ravizohet si simboli i të keqes. Pra, në shumë ajete të Kuranit është përvijuar kjo simbolik për shejtanin. Për shembull, vëllazëria me shejtanin e atyre që jepen pas shpenzimeve të kota, për kufizimi i pirjes alkoolit, bigjozit dhe fallit si punë të pista të shejtanit. Emërtimi si shok të shejtanit i atyre që nuk i besojnë Allahut dhe ditës së Kiametit dhe e shpërndajnë pasurinë e tyre për t'i parë të tjerët. Haresa e të riut që doli nga burgu për t'i kujtuar mbretit rastin e Jusufit është lidhur me shejtanin. Shkaku i haresës së të riut për t'i treguar Musait se peshku ka rënë në det i është ndeshur shejtanit. Gjuajtja simbolike e shejtanit me gur gjatë haxhit është një nga metaforat e armiqësisë së njeriut me të. Çdo gur haxhiu e gjuan kundër hunit, epshit dhe shejtanit. Ai përpiqet që t'i eliminojë një nga një këta element që orientojnë nga e keqja. Gjithashtu, Kurani flet për shejtanët në shumës, që do të thotë se përforcon mendimin se ka disa lloje. Kurani na informon se shejtani ka shok dhe ndjekësit e tij. Edhe pejgamberi, paqja qoftë mbi të, herë pas here, duke cilësuar ndonjë të keqe, ka përmendur lidhjen e saj me shejtanin. Njëherë, pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka vënë re një njeri që po vraponte pas pëllumbave, edhe për t'i treguar se apo e harxhon më kot kohën e tij, ka urdhëruar: "Ky njeri është një shejtan që vrapon pas shejtanit." Si shejtani ka cilësuar edhe ata që janë kacafytur me njëri tjetrin. Gjithashtu ka theksuar se duhet të hahet dhe të pijet me dorën e djathtë, ndërsa e majta të përdoret për pastrim, nga që shejtani e përdor të majtën për ngrënie dhe pirje. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, u ka tërhequr vëmendjen shokëve të tij që të mos flenë pa i pastruar enët. Mbrojeni veten nga shejtani, u ka thënë, dhe u ka treguar se shejtani i lëpin dhe rrotullohet për rreth enëve që janë të pista. Si ridhuj, pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka theksuar se llumi dhe ndyrësirat kanë elemente të shejtanit dhe se ai nuk mund të afrohet në vendet e pastra. Disa herë, disa ngjarje të zakonshme, por të cilat mund të kenë pasoja të kopshme, i dërguari i Allahut i ka lidhur me shejtanin dhe u ka tërhequr vëmendjen besimtarëve. Tërheqja e vëmendjes nga ana e pejgamberit, paqja qoftë mbi të, në lidhje me gogësimën në namaz, kotjen, për ëndërimin e keq dhe ankthin, për bujtjen në traj të shpërndar gjatë udhëtimit, për ngutjen gjatë marrjes së një vendimi, se veprat të tilla janë me elemente djallëzore. Gjithashtu pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka theksuar edhe çështjen se nëse një ose dy vet nisen për rrugë vetëm, me to do të jetë edhe shejtani. Ngjashëm me të sipërpërmendurat, pejgamberi, paqja qoftë mbi të, në një udhëtim të lodhshëm, kur i ka marrë gjumi dhe nuk kanë pasur mundësi të zgjohen për të falur namazin e sabahut, e ka lidhur me praninë e shejtanit dhe i ka urdhëruar sahabët që të largohen nga ai vend. Kurse për atë që ka fjetur thellë natën dhe nuk është zgjuar në kohë për namazin e sabahut, ka thënë se e ka marrë shejtanin në drejtimin e tij. Gjithashtu ka theksuar se boshllëqet që mbesin midis rreshtave, safeve për namaz, do mbushen nga ana e shejtanit. Të gjitha këto janë sugjerime dhe tërheqje vëmendjeje nga pejgamberi, paqja qoftë mbi të, në lidhje me shejtanin. Nga përshkrimet e mësipërme shihet qartë se shejtani është një armik që i rritet koka besimtarit. Asnjë besimtar nuk mund ta konsiderojë veten të sigurt nga të ligat e këtij armiku të përhershëm. Madje shejtani, edhe pse nuk do të ketë sukses, përpiqet të mashtrojë edhe një pejgamber. Përcillet nga Ibn Abbasi se pejgamberi, paqja qoftë mbi të, në lidhje me këtë ka thënë: "Asnjë nga ju nuk është i mbrojtur nga sulmet e shejtanit ose xhinit." Shokët e pyetën: "As ti, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, u tha: "Po, por Allahu më ndihmoi kundër shejtanit. Ai më nënshtrua."
Aisha ka përcjell një ngjarje ku shejtani është përpjekur që ta kthejë atë nga vetja. Një natë, pejgamberi paqja qoftë mbi të u çua nga shtrati dhe doli jashtë. Mua më kapi xhelozia. Kur u kthye, vuri re qëndrimin tim dhe më tha: "Si është puna? U bëre xheloze?" I thash: "E si mund mos jetë xheloze një si unë për një si ti?" Pejgamberi paqja qoftë mbi të më tha: "Mos ndoftë të erdhi shejtani yt?" Unë e pyeta: "O i dërguari i Allahut, është ndonjë shejtan që rri me mua?" "Po," më përgjigj. "Edhe me ty rri, o i dërguari i Allahut?" e pyeta unë prap. "Po, por Allahu më ka ndihmuar kundër ti, sepse më është nënshtruar." Në një përcjellje të ngjashme që vjen nga Xhabiri, ka përcaktuar se në cilat situata mund përballet më shumë njeriu me ngacmimet e shejtanit. Mos hyni në shtëpitë e grave që janë të huaja për ju në rastet kur të afërmit e tyre nuk janë të pranishëm. Mos qëndroni në dhomë vetëm për vetëm me to, sepse shejtani lëviz përreth jush me qëllimin që t'ju habis, si gjaku që lëviz në damarët e trupit. Sahabët i thanë: "Kjo vlen edhe për ty, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi paqja qoftë mbi të u është përgjigjur: "Edhe për mua, por Allahu më ka ndihmuar kundër shejtanit, sepse më është nënshtruar." Por nuk duhet harrojmë edhe atë se krahas shejtanit, njeriu në shoqëron edhe një melek që orienton gjithnjë nga e mira, e bukura dhe dobishmit. Si ridhuj, Allahu e ka mbështetur njeriu me sugjerime pozitive të melekëve kundër sugjerimeve negative të shejtanit, edhe nuk e ka lënë njeriu vetëm në dorën e armikut të tij të përhershëm. Në një hadith, i dërguari i Allahut ka theksuar se mendimet e këqija që i vijnë her pas here në kokë njeriut janë nga shejtani, ndërsa të mirat nga melekët. Njeriu i afrohet si shejtani, ashtu edhe meleku. Shejtani i afrohet për ta orientuar nga e keqja dhe për ta mohuar të vërtetën, ndërsa meleku i afrohet për ta orientuar nga e mira dhe për të verifikuar të vërtetën. Ai që ndjen këtë, sugjerimin e melekut, le të di se është nga Allahu dhe të falenderojë atë, ndërsa ai që ndjen tjetrën, cytjen e shejtanit, le të strehohet tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Përpasoj, animi drejt të mirës dhe të keqes që është e ngulitur në thelbin e tij që nga krijimi, njeriu e nxjerr nga potenciali në vepër, ose nëpërmjet frymëzimit me melekut, ose nëpërmjet sugjerimit të shejtanit. Shejtani, nëpërmjet ngacmimeve që bën, veçanërisht gjatë kryerjes së ibadeteve, përpiqet që t'i pengojë besimtarët për kryerjen e obligimeve ndaj Zotit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë se shejtani, gjatë faljes namazit, e bën këtë duke i sugjeruar besimtarit që të kujtojë gjërat që nuk janë të rëndësishme dhe në këtë mënyrë e shpërqendron namazfalsin. Nga njëra anë, shejtani përpiqet që ta pengojë besimtarin për të mos kryer siç duhet obligimet dhe ibadetet, ndërsa nga ana tjetër, ja zbukuron dhe ja stolis të këqijat dhe përpiqet që ta orientojë drejt ndalesave, madje edhe drejt mosbesimit. Metoda më e shpeshtë që përdor shejtani për të bërë për vete njeriu është veshja e të pavërtetës me rrobat e së vërtetës. Shejtani, armiku i përhershëm i njeriut, kur që larguar nga mëshira e Allahut, shejtani pa të theksuar se do ndiqte këtë metodë. Iblisi tha: "Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'ju zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar edhe do t'i mashtroj që të gjithë." Shejtani ka mashtruar popull si Adi dhe Themudi, popullin dielladhurues të Belkizës, idhujtar dhe Mekës, pikërisht duke u paraqitur si pozitive veprat e tyre. Paraqitja e të ndaluarave si të lejuara dhe anasjelltas, po ashtu, është një nga metodat mashtruese të shejtanit. Përcillet nga sahabiu prej Basre, Iyad ibn Himari, se pejgamberi paqja qoftë mbi të në një bisedë që kishte bërë,
kishte përquar këtë të vërtet hyjnore. Të gjitha begatit që u afala robërve të mi i bëra halal. Të gjithë robrit e mi i kam krijuar me natyrë të pastër për pranuar njohshmërinë time, Hanif. Por u afrohet shejtani dhe i largon nga feja e tyre e drejtë. Atë që unë e kam bërë të lejuar, ai u bën të ndaluar, ndërsa të ndaluarat u paraqet si të lejuara, dhe pa lejen time i urdhëron që të më bëjnë shok, shirk. Edhe njerëzit më fetar janë ballë për ballë me këtë rrezik. Prej Aliut na vjen një rrëfim se në një kohë të caktuar pas ka qenë një person që kishte një faltore ku bënte vazhdimisht ibadet. Një ditë, një grua qestolisur dhe kishte hyrë në praninë e tij. Por pasoi, ata ranë pre marrëdhënieve intime pakuror. Gruaja ngeli shtatzën. Më pas, shejtani i ka përshpëritur që të vras gruan, duke i thënë se nëse të zënë të afërmit e gruas do të turpërohesh. Ai e dëgjoi këtë sugjerim të shejtanit dhe e vrau gruan. Pastaj bëri si bëri dhe e varrosi. Por njerëzit e kanë hetuar këtë dhe e zon gafil. Shejtani ishte avitur prap dhe i ka përshpëritur. Unë jam gruaja e stolisur që erdhi te ti. Tani përkulu para meje nëse do të shpëtosh nga këta njerëz. Ai e ka dëgjuar përsëri dhe i ka rënë në sejdë. Pasi e ka bërë këtë, Aliu nisi të lexonte ajetin në mëposhtëm. Aleatët e tyre hipokrit do t'i lënë balt, siç bën djalli i cili i thot njeriut, mos beso. Por kur ky bëhet mohues, djalli i thot, unë nuk kam të bëj me ty. Në të vërtetë, unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Ky rrëfim dëshmon qartë se në një moment pa kujdesie, qoftë edhe një i devotshëm mund të bjerë prej shejtanit. Siç shihet, shejtani bëhet i rrezikshëm për njeriu vetëm nëse e afron afër vetes. Njeriu në këtë gjendje, në të shumtën e rasteve, nuk mund të kuptojë se gabimet i bën në ndikimin e sugjerimeve të shejtanit. Iblisi është gjin dhe është i krijuar si njeriu për të adhuruar Allahun. Mirë po ai nuk ka mundur të durojë një qenie të ndershme si njeriu dhe është bërë pre e mendjemadhësisë dhe krenarisë tij duke ndryshuar fatin e tij. Fati i tij është që ndjekësit e vet t'i largojë nga e vërteta dhe t'i zvarrisë në zjarrin e xhehenemit. Detyrën e tij ai e ka sqaruar me këto fjalë. Ai tha: "Për shkak se ti më flaket tej, unë do t'u zëprit njerëzve në rrugën tënde të drejtë e do t'u qasem atyre nga përpara dhe nga mbrapa, nga e djatha dhe nga e majta, e kështu ti do t'vëresh se shumica prej tyre nuk janë mirënjohës." Sebrej ibn Ebi Fakih, një sahab që është vendosur në Kufe, në hadithin e vetëm që ka përcjell nga pejgamberi paqja qoftë mbi të, ka hedhur dritë mbi këtë veti të shejtanit. Shejtani del në çdo çast përpara njeriut. I del përpara edhe në rrugën që shkon drejt Islamit dhe i thot: "Tani ti do të bëhesh musliman dhe do praktikësh fen e babait dhe të etërve të tu." Por ai nuk e dëgjon dhe bëhet musliman. Shejtani del përpara atij që është nisur të shpërngulet, hijreti së bashku me pejgamberin paqja qoftë mbi të. Tani ti do të braktisësh vendlindjen dhe qiellin ku je rritur dhe do largohesh. Ai që shpërngulet është edhe në siklet të madh, si kali që është në dizgjin. Ai përsëri nuk e dëgjon shejtanin dhe shpërngulet. Shejtani i del përpara edhe në luftë, xhihad dhe i thot: "Tani do shkosh në xhihad, mirë po kjo nuk kupton humbjen e jetës dhe të pasurisë tënde. Pasi ti do luftosh e do vritesh, gruaja jote do martohet me një tjetër dhe do ndajnë pasurinë tënde." Ai përsëri nuk e dëgjon shejtanin dhe i bashkangjitet xhihadit. Nëse ai sillet në këtë mënyrë, atëherë Allahu ja ka bërë obligim vetes që ta fusë në xhenet. Nëse vritet në luftë, madje edhe nëse vdes nga mbytyja, edhe nëse bie nga kafsha, Allahu gjithsesi do ta fusë në xhenet.
Siç duket edhe nga këto që cituam më sipër, shejtani i di dobësitë e njeriut. Pikërisht për këtë dhe i shfrytëzon në rastet kur do që t'i mashtrojë. Ai e frikson disa herë njeriun me varfëri dhe i sugjeron që t'jetë koprac. Nganjëherë u jep premtime mashtruese, siç bëri me Ademin dhe Havan, dhe në të shumtën e rasteve e përqendron njeriun te falja dhe mëshira e Allahut dhe orienton në rrugë të gabuar. Por, sidoqoftë, nuk duhet zmadhohet ndikimi i shejtanit te njeriu. Nuk duhet harruar se Allahu do t'i mbrojë robrit e tij që e kujtojnë dhe adhurojnë atë. Strehimin tek Allahu dhe përmendjen e tij, Kurani e ka përcaktuar si një rrugë për qëndres kundër shejtanit mallkuar. Nëse djalli përpiqet të shtyjë drejt së keqes, kërko strehim tek Allahu, se vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Ata që i friksohen Allahut, kur u vjen ndonjë mendim i lik nga djalli, i kujtojnë urdhrat e tij e atëherë shohin rrugën e drejtë. Në surën Nas është kërkuar strehim tek Allahu nga sherri i shejtanit xhin apo njeri. Edhe pejgamberi paqja qoftë mbi të, në rastet e ngacmimit të shejtanit ka këshilluar që të strehohemi tek Allahu. Shejtani mund të vijë ndonjë nga ju dhe do e nxisë të shtrojë pyetje si: kush e krijoi këtë kështu? Po atë tjetrën ashtu. Në fund pastaj, po Zotin kush e krijoi? Dhe kështu do ta ngacmoj vazhdimisht. Në çastin kur ngacmimi i shejtanit të mbërritë çështja e Zotit, atëherë le të strehohet tek Allahu dhe të largojë ngacmimin e tij. Gjithsesi, një gjë është e vërtetë: dredhitë e shejtanit janë të dobta. Allahu ka urdhëruar, sepse në të vërtetë djalli nuk ka kurfar pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Zoti na ka bërë me dije se shejtani nuk mund të adhunojë njeriu për t'i bërë të keqen. Besimtari nuk mund të konsiderohet i dobët në përballje me shejtanin, pasi ky i fundit arratiset qoftë edhe me një të dëgjuar të ezanit. Përkundrazi, besimtari mund forcohet derisa ta bëjë të pashpresë shejtanin. Ka periudha kur shejtani bezdiset nga përpjekja kundër besimtarit dhe kësaj ngelet pa rrugdalje. Në një hadith të përcjell nga Ebu Hurajra, pejgamberi paqja qoftë mbi të shprehet: besimtari i lodh shejtanët e tij njësoj si ai që lodh deven gjatë udhëtimit. Por ata që nuk e përdorin arsyen, vullnetin dhe largpamësinë që u ka dhuruar Allahu, ose e humbin atë, ata që jetojnë të pavetdijshëm për fuqinë dhe ekzistencën e tij, nuk mund të qëndrojnë përballë shejtanit dhe mund të bien shumë lehtë prej e tij. Madje disa herë shejtani mund të bëhet edhe pjesë e tij. Si rjedhoi, Allahu ka urdhëruar: atij që shmanget nga këshilla e të gjithë mëshirshmit, Kurani, ne do t'i caktojmë një djallë që do i bëhet shok i pamdashëm. Madje Zoti na ka njohur me portretin e atij njeriu që identifikohet me shejtanin. Pejgamberi paqja qoftë mbi të na flet për këtë të vërtetë. Shejtani vendos gojen te zemra e njeriut. Në momentin kur njeriu kujton Allahun, ai largohet që andej. Në çastin kur e harron Allahun, ai ngjitet dhe qëndron aty. Ja pra, kjo është krijesa që e bën për vete njeriu dhe më pas ikën. El Vezdvasul Hanas. Ibn Ebi Davudi në veprën e tij Kitabush Sheria, në një përcjellje ka dhënë një shpjegim me një shprehje që buron nga Isai, ku Isai ka kërkuar prej Allahut që t'i tregojë pozitën e shejtanit përballë njeriu. Ai sheh se koka e shejtanit është si ajo e gjarprit, dhe këtë e ka vendosur mbi zemrën e njeriu. Kur njeriu kujton Zotin, ai largohet, ndërsa kur është i pakujdesshëm, kthehet përsëri. Armiqësitë dhe mendimet kundërshtare të shejtanit ndaj njeriut nuk kanë ndryshuar në asnjë periudhë. Por gjatë historisë ka pasur periudha kur njerëzit kanë pasur simpati ndaj shejtanit. Situata të ngjashme, edhe pse disi më rrallë, mund të hasen edhe sot e kësaj dite.
por shumë më e rrezikshme dhe më e kopshme se kjo është dukuria dhe ekzistenca e disa rrymave që, për t'i kundërshtuar fetë, kanë ndjekur parimet dhe rregullat e shejtanit. Ky rrym, e pakzuar si satanizëm, është frymzuar nga kryengritja dhe kundërshtimi i shejtanit dhe kanë kundërshtuar të gjitha mësimet dhe themelet fetare. Posaçërisht egërsia dhe dhuna janë pjesë përbërëse e ritualeve fetare. Të gjitha këto nuk nënkuptojnë se shejtani ka një fuqi të madhe dhe të papërballueshme. Në fakt, ai nuk ka fuqi reale. Si thuhet edhe në Kur'an, ai mund të ndikojë mbi ata që orientohen nga ai dhe ka mundësi që të tillë individ i largojë nga e vërteta dhe drejtësia. Për pasojë, ata e bëjnë të fuqishëm dobësitë, lakmitë dhe dëshirat e pafundme të njeriu. Pikërisht për këtë, gjatë gjithë historisë, shejtani ka arritur t'i devijojë njerëzit nga rruga e drejtë. Shejtani e ka shtuar sovranitetin e tij nëpërmjet njeriu, ka realizuar fuqinë e tij virtuale dhe her pas here i ka sunduar njerëzit. Djegjet, rënimet, plaçkitjet, keqpërdorimet, zullumi dhe egërsitë janë veprat e shejtanit, të realizuara me dorën e njeriu. Shejtani nuk është vetëm një armik që merret me adhurimin e besimtarit, por është një prishës që përpiqet për katastrofën e njerëzimit. Në periudhën bashkëkohore janë shtuar edhe më shumë kurthet e shejtanit dhe mënyra e veprimit negativ të tij. Keqpërdorimi i femrës dhe fëmijëve është shtuar me metoda të tjera dhe është sofistikuar me trajta më sistematike nga ana e shejtanit. Te sëmundjet shoqërore të rrezikshme për njeriu si narkotikët, alkooli, gjithsesi ka mashtrime momentale të ndikuara nga shejtani. Njeriu mund të shpëtojë nga ndikimi virtual i shejtanit vetëm nëse orientohet te besimi, te njohja dhe te thelbi i tij. Gjithsesi kjo mund të realizohet me ndihmën e të Madhit Krijues. Për pasojë, duhet ta lexojmë vazhdimisht surën Nas, e cila fillon me Kul eudhu birabin nas. Thuaj, kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, sundimtari i njerëzve, i adhuruari i vetëm me të drejtë i njerëzve, nga sherrri i djallit cytës që fshihet, pasi cyt e që hedh dyshime nga gjokset e njerëzve, qoftë ai djall prej gjinëve apo njerëzve.